Ajo ishte vetëm një fytyrë e fikur që u shërbente në heshtje të fuqishmëve. Deri në ditën kur një poshtërim zbuloi mendjen e saj të shkëlqyer dëhre një të kaluar të varrosur në dhimbje. Përpara investitorëve, ajo përmbysi lojën me dije, guxim dëhre integritet. Dëhre i tregoi botës se pasë një uniforme të thjesht mund të fshihet dikush jashtëzakonshëm. Tingulli i takave të larta kumbonte në përdyshemen e mermert italiane të Villa Dajtit, një prej restoranteve më ekskluziv të Tiranës. Mes tavolinave të mbuluara me mbulesa liri të bardha dhe të rrethuara nga vepra arti që kushtonin më shumë se sa shumica e njerëzve fitonin në një jetë të tërë, Marina Gjoni rëshiste me elegancën e heshtur të dikujt që kishte mësuar të ishte e padukshme. Në moshën 24 vjeçare, ajo ishte një hije efikase mes luksit të tepruar. Uniforma e saj e zezë, gjithmonë e patëmet, binte në kontrast me fustanet e markave dhe kostumet e bëra me porosi të klientëve që frekuentonin lokalin. Flokët gështenjë të errët i kishte mbledhur në një topuz perfekt, duke zbuluar fytyrën delikate ku syt jeshil ruanin sekrete që askush nuk merrte mundimin t'i zbulonte. Për klientët, ajo ishte thjesht një pjesë tjetër e skenës së rafinuar, dikush funksioni i të cilës ishte të shërbente dhe të zhdukej. Por Marina mbante histori që klientët nuk do t'i imagjinonin kurrë. Ndërsa hiqte pjatat nga tavolina 12 me lëvizje të sakta, mendja e saj nuk mund t'i shmangej kujtimeve që këmbëngulnin të ktheheshin. Kishte një kohë kur ajo vetë frekuentonte vende si ai, jo si punonjëse, por si bia e prindërve të suksesshëm që e çonin për darkë në restorante të sofistikuara gjatë pushimeve shkollore. Mikel Gjoni, babai i saj, kishte qenë një nga përkthyesit më të respektuar të arabishtes në vend. I diplomuar për marrëdhënie ndërkombëtare, ai punonte me korporata të mëdha që bënin biznes në lindjen e mesme. Marina u arrit duke dëgjuar bisedat e tij telefonike në 3 gjuhë të ndryshme, duke përthitur natyrshëm shprehje në arabisht, anglisht dhe frëngjisht sikur të ishin minulla. Nëna e saj, Besa, ishte kontabiliste e specializuar në auditimin financiar ndërkombëtar. Tavolina e ngrënies së familjes ishte gjithmonë e mbushur me fletë llogaritje, kontrata dhe diskutime mbi fluksin e paras dhe investimet e huaja. Në atë kohë, Marinës i dukej gjithçka e mërzitshme. Preferonte të kalonte pasditet duke lexuar romane ose duke studiuar për provimet e Fakultetit të Ekonomisë në Universitetin e Tiranës, ku kishte fituar një vend përmes konkursit të pranimit. Planet e saj ishin ambicioze, të diplomohej, të bënte një master jashtë vendit dhe ndoshta të ndiqte hapat e babait në botën e biznesit ndërkombëtar. E ardhmja dukej e sigurt, e vizatuar me sigurinë e dikujt që kishte një familje të strukturuar dhe mundësi të garantuara. Gjithçka ndryshoi në një mëngjes të ftohtë qershori, 3 vjet më parë. Telefonata erdhi në 6 të mëngjesit, kur Marina ende flinte në dhomën e vogël të konviktit që e ndante me një shoqe afër universitetit. Zëri i dridhur i Xhaxhait Anton, vëllait të babait të saj, përpiqej të shpjegonte të pashpjegueshmen. Aksident në autostradën Tiranë-Durrës. Shi i rrëmbyeshëm. Një kamion që i kishin rënë frenat. Mikel dhe Besa po ktheheshin nga një takim pune në Durrës kur ndodhi gjithçka. Marina kujtonte se kishte lëshuar telefonin në tokë dhe kishte vrapuar për në spital, ende me pijame. Kujtonte korridoret e bardha që dukeshin të pafundme, erën e dezinfektantit që i shkaktonte të përziera, njerëzit me bluza të bardha që flisnin me zë të ulët sikur përshpërisnin sekrete të tmerrshme. Kujtonte kryesisht heshtjen që u vendos kur mjekët nuk kishin më asgjë për të thënë. Në një mëngjes të vetëm, Marina humbi jo vetëm prindërit, por gjithë botën që njihte. Hetimi i mëvonshëm zbuloi se Mikel dhe Besa kishin borxhe financiare më të mëdha se sa ajo imagjinonte. Kriza ekonomike kishte ndikuar në biznesin e konsulencës së babait dhe të dy kishin luftuar në heshtje për të ruajtur aparencat dhe për të paguar faturat. Shtëpia ku Marina u arrit u shit për të shlyer kredit bankare. Investimet që ajo mendonte se ekzistonin, në fakt nuk kishin ekzistuar kurrë. Ajo që mbeti mezi mbuloi shpenzimet e funeralit. Pa para për të vazhduar pagesën e fakultetit privat ku studionte ekonomi dhe pa të afërm të ngushtë që mund ta ndihmonin financiarisht, Marina u detyrua të braktiste studimet. Xhaxhai Anton, i cili punonte si mekanik në një servis në kombinat, i ofroi një kënd në shtëpinë e tij, por ajo e dinte se ai tashmë kishte vështirësi për të mbajtur familjen e tij. Duhej t'ia dilte vetë. Kështu Marina zbuloi sa mizore ishte bota për dikë që nuk ka një mbiemër me ndikim apo një llogari bankare të majme.
Për muaj me radhë, trokiti derë më derë duke kërkuar punë. Formimi i saj i papërfunduar në ekonomi dhe njohuritë e saj në gjuhë të huaja nuk dukeshin se i bënin përshtypje askujt. Kompanitë kërkonin përvojë praktike, referenca profesionale dhe disponueshmëri të plotë. Marina kishte vetëm dëshirën për të mbijetuar dhe një nevojë urgjente për të paguar qiran. Puna në Villa Dajti ishte shfaqur përmes një njoftimi diskret në gazetë. Restoranti kërkonte kamariere të reja, me paraqitje të mirë dhe gatishmëri për të punuar me orare të ndryshueshme. Marina gënjeu për përvojën e saj të mëparshme, por edukata e saj e rafinuar dhe zotërimi i gjuhëve të huaja e ndihmuan në intervistë. Menaxheri, një burr serioz me emrin Robert, e miratoi punësimin e saj në të njëjtën ditë, duke e paralajmëruar se periudha e provës do të ishte rigoroze dhe se çdo gabim do të rezultonte në pushim të menjëhershëm nga puna. Në 2 vitet që pasuan, Marina ndërtoi një identitet të ri. La pas imazhin e studentes plot ëndra për t'u bërë një profesioniste e përkushtuar dhe diskrete. Mësoi se në botën e shërbimeve, padukshmëria ishte një avantazh. Klientët e kënaqur rrallëherë kujtonin punonjësit që i kishin shërbyer, por klientët e pakënaqur nuk harronin kurrë një fytyrë. Marina u specializua në parashikimin e nevojave, zgjidhjen e problemeve në heshtje dhe mbajtjen gjithmonë të shprehjes së përzemërt që nuk zbulonte se çfarë i kalonte në mendje. Paga nuk ishte e lartë, por e shtuar me bakshishet e klientëve më bujar, mjaftonte për të paguar qiran e një apartamenti të vogël në blok dhe për të mbetur pak për ushqim dhe transport. Marina kishte mësuar të jetonte me minimumin, por gjithmonë me dinjitet. Kolegët e saj e respektonin për kompetencën dhe mënyrën e saj të rezervuar, megjithse askush nuk dinte shumë për jetën e saj personale. Ajo e preferonte kështu. Ishte më e lehtë të ruajë aparencat se sa të shpjegoje se si një e re që dikur kishte pasur gjithçka, kishte arritur deri aty. Atë të enjte mbrëma, Marina po përfundonte organizimin e detajeve të fundit të tavolinës 23 kur Roberti ju afrua me një shprehje më serioze se zakonisht. Ai mbante një sketë të vogël me informacione për klient special, lloji i dokumentit që shfaqej vetëm kur personalitete të rëndësishme rezervonin tavolinë në vilë. Marina, ti do të jesh përgjegjëse për tavolinën 15 sonte, tha Roberti, duke i dhënë sketën. Klient ndërkombëtar shumë i rëndësishëm. Biznesmen i sektorit të investimeve. Do të shoqërohet nga 3 drejtues. Kam nevojë të jesh edhe më e vëmendshme se normalisht. Marina shikoi letrën dhe pa emrin që ishte shkruar me shkronja të vogla, Khalil Al-Rashid. Poshtë, një shënim thoshte se klienti preferonte të shërbejej në anglisht dhe se kishte preferenca specifike ushqimore të lidhura me kulturën muslimane. Roberti shpjegoi se burri kishte bërë rezervimin përmes një asistenti, duke kërkuar tavolinë të rezervuar dhe shërbim të diferencuar. A vjen shpesh këtu? Pyeti Marina, duke futur skedën në xhepin e përparses. Hera e parë. Por me sa di unë, është një nga investitorët më të mëdhenj të huaj në infrastrukturë në Ballkan. Lloji i klientit që mund të sjellë të tjerë si ai. Roberti rregulloi kravatën nervozisht. Nëse gjithçka shkon mirë sot, ka gjasa të bëhet klient i rregull. Nëse shkon keq, ai nuk pati nevojë ta përfundonte fjalinë. Marina i njihte rregullat e lojës. Në Villa Dajti, klientët e rëndësishëm kishin fuqinë të ndërtonin ose të shkatëronin karrierën e çdo punonjësi. Një ankesë serioze mund të rezultonte jo vetëm në pushim nga puna, por edhe në një reputacion të njollosur që do ta bënte të pamundur gjetjen e një pune në ndonjë restorant tjetër të nivelit të lartë në qytet. Në orën 8:30 të mbrëmjes, Marina ishte pozicionuar pranë tavolinës 15, duke vëzhguar hyrjen e restorantit. Kur dyert e xhamit u hapën dhe Khalil Al-Rashid hyri i shoqëruar nga 3 burra me kostum, ajo arriti ta identifikonte menjëherë. I gjatë, ndoshta rreth të 50-tave, ai ecte me qëndrimin e dikujt që ishte mësuar të ishte qendra e vëmendjes. Kostumi ishte qartësisht i bërë me porosi dhe ora e artë në kyçin e dorës së tij ndoshta kushtonte më shumë se sa fitonte Marina në një vit të tërë. 3 drejtuesit që e shoqëronin dukeshin më të rinj, të gjithë flisnin me zë të ulët ndërsa e ndiqnin drejt tavolinës së rezervuar. Marina u afrua në momentin e saktë kur ata u ulën, duke ruajtur distancën respektuese që kishte mësuar ta llogariste në mënyrë perfekte. Mirë mbrëma, zotërinj. Unë quhem Marina dhe do të kujdesem për ju sonte, tha ajo në anglisht, me theksin e qartë që e kishte zhvilluar vite më parë në kurset private që i paguanin prindërit.
Khalil al-Rashid ngriti syt përtueshëm, sikur të ishte një përpjekje të njihte praninë e saj. Shikimi i tij e përshkoi Marinën nga kokat e këmbët, jo me interes, por me llojin e vlerësimit të ftohtë që u bëhet objekteve të pajeta. Ai nuk ju përgjigj për shëndetjes. Sillni listën e verave, tha ai thatë, duke ja kthyer vëmendjen letrave që një nga drejtuesit kishte shpërndarë mbi tavolinë. Marina ruajti buzëqeshjen profesionale ndërsa shkoi te somelieri për të marrë listën e kërkuar. Kur u kthye, 4 burrat ishin përfshirë në një bisedë intensive mbi shifra dhe projeksione. Ajo priti në heshtje derisa Khalil e vuri re përsëri praninë e saj. A keni ndonjë verë të vërtet franceze apo vetëm këto imitimet lokale? Pyeti ai, pa e shikuar fare Marinën. Pyetja kishte një ton përbuzjeje që e bënte të dukej se gjithçka shqiptare ishte automatikisht inferiore. Marina ndjeu një thumbim irritimi, por u përgjigj me qetësi profesionale. Kemi një përzgjedhje të shkëlqyer verash franceze, zotëri. Mund t'ju sugjeroj disa sipas asaj që synoni të porosisni për darkë. Një nga drejtuesit, një burr bjond rreth të 40-tave, qeshi lehtë dhe tha diçka në arabisht që i bëri të tjerët të qeshnin gjithashtu. Marina e kuptoi çdo fjalë. Ai kishte komentuar se ishte qesharake se si punonësit vendas përpiqeshin të ishin të sofistikuar kur ndoshta as nuk e dinin ndryshimin midis një vere dhe lëngut të rrushit të shtrenjtë. Marina mori frym thellë dhe ruajti shprehjen neutrale. Nuk ishte hera e parë që dëgjonte komente pa respekt nga klientët, por zakonisht ata kishin minimumin e edukatës t'i bënin në gjuhë që supozonin se ajo nuk i kuptonte. Vendosi ta injoronte dhe të vazhdonte punën e saj. Dëshironi të dëgjoni sugjerimet e somelierit, këmbënguli ajo me edukatë. Khalil më në fund e shikoi drejt në sy, dhe Marina pa në atë shikim një ftohtësi që e bëri të kujtonte se si disa njerëz shikojnë insektet. Nuk kishte zemërim, vetëm një indiferencë absolute që ishte edhe më e keqe se armiqësia. A merr vesh ti gjë nga verat apo thjesht po përsërit atë që të kanë thënë të mësosh përmendësh? Pyeti ai ngadalë, sikur po fliste me një fëmijë. Pyetja e kapi Marinën në befasi, jo për shkak të vrazhdësisë, por për mundësinë që ajo përfaqësonte. Gjatë viteve që studionte ekonomi, ajo kishte ndjekur një kurs me zgjedhje mbi tregun e luksit, i cili përfshinte një seksion të detajuar mbi industrinë ndërkombëtare të verës. Përveç kësaj, Mikel dikur ishte një adhurues i verave dhe i kishte mësuar disa baza vajzës së tij. Kuptoj mjaftueshëm për të ditur se lista jon përfshin një Chteau Margaux 2010 që do të ishte një zgjedhje e shkëlqyer për të shoqëruar mishin e kuq, dhe një Chablis Premier Cru 2018 që do të ishte perfekt me peshk ose fruta deti, u përgjigj Marina, duke ruajtur tonin profesional, por duke lejuar që pak njohuri reale të shfaqej në zërin e saj. Përgjigja dukej se e befasoi Khalilin për disa sekonda. Ai shkëmbeu një shikim me drejtuesit dhe pastaj bëri një gjest mos përfillës me dorë. Sillni Margauxën. Dhe mos vononi. Marina u largua nga tavolina duke ndjerë një përzierje të çuditshme kënaqësie dhe shqetësimi. Nga njëra anë, kishte treguar se nuk ishte thjesht një punonjëse çfarëdo që përsëriste fraza të mësuara përmendësh. Nga ana tjetër, kishte ndjesinë se ajo fitore e vogël mund t'i kushtonte shtrenjtë. Burra si Khalil al-Rashid nuk pëlqenin të befasoheshin, veçanërisht nga njerëz që i konsideronin inferior. Ndërsa priste somelierin të përgatiste shishen e kërkuar, Marina vëzhgoi diskretisht tavolinën 15. 4 burrat ishin përfshirë në një diskutim me sa duket serioz, me letra që kaloheshin nga njëri te tjetri dhe shënime që bëheshin shpejt. Ajo arrinte të kapte fragmente të bisedës, e cila alternohej midis anglishtes dhe arabishtes, dhe kuptoi se po diskutonin një lloj projekti investimi në infrastrukturë në Shqipëri. Kur u kthye me verën, Khalil as nuk mori mundimin ta provonte para se ta miratonte. Ai ishte shumë i përqendruar duke u shpjeguar diçka drejtuesve, duke bërë gjeste me padurim ndërsa tregonte shifrat në një fletë llogaritje. Marina i shërbeu të 4-ve në heshtje, duke u përpjekur të mos i kushtonte vëmendje bisedës, por pa mundur të shmangte dëgjimin e disa fjalëve kyçe që i kujtonin diskutimet që prindërit e saj bënin dikur për projekte të ngjashme. Shifrat nuk dalin, po thoshte një nga drejtuesit në anglisht, me një theks që Marina e njohu si libanez. Projeksionet janë shumë optimiste. Këtë kam javë që po e them, u përgjigj Khalil, duke pirë një glënik verë pa e regjistruar as shijen. Këta shqiptarë mendojnë se ne mund të nënshkruajmë çdo gjë vetëm sepse kemi para. Marina ndjeu fytyrën t'i nxehej, por vazhdoi të mbushte gotat sikur të mos kishte dëgjuar asgjë.
Ajo ishte mësuar me komente pa respekt për vendin, veçanërisht nga të huajt e pasur që mendonin se parat u jepnin të drejtën të përbuznin gjithçka që ishte lokale. Mbrëmja vazhdoi sipas të njëjtit model. Khalil bënte porosi të thata, pa mirësjellje apo falënderime. Drejtuesit e trajtonin me një nderim që kufizoi me servilizmin, duke qeshur me shakat e tij edhe kur nuk ishin qesharake dhe duke rënë dakord me opinionet e tij para se ai të mbaronte së shprehuri. Marina qëndronte në periferi të skenës, duke u shfaqur vetëm kur ishte e nevojshme dhe duke u zhdukur sapo përfundonte detyrat e saj. Ishte kur ata po mbaronin pjatën kryesore që situata mori një kthes tjetër. Një nga drejtuesit, ndoshta i inkurajuar nga vera, filloi të tregonte një histori për një projekt të mëparshëm ku kishin mashtruar investitor vendas përmes kontratave të hartuara keq. Historia tregoi në arabisht, padyshim për të siguruar që punonjësit e restorantit të mos kuptonin detajet komprometuese. Marina po hiqte pjatat kur dëgjoi pjesën e historisë që e bëri të ndalonte plotësisht. Drejtuesi po përshkruante se si kishin përdorur klauzola të arbitrazhit ndërkombëtar për ta bërë pothuajse të pamundur që shqiptarët e dëmtuar të arrinin t'i kthenin kontratat në gjykatat lokale. Ishte pikërisht lloji i praktikës grabitqare për të cilën Besa, nëna e saj, i paralajmëronte zakonisht klientët e saj. Këta shqiptar janë shumë naiv, tha Khalil në arabisht, duke buzëqeshur ndërsa priste mishin. Nënshkruajnë çdo gjë për sa kohë që u vë shifra të mëdha përpara. Nuk kanë arsim të mjaftueshëm për të kuptuar implikimet. E qeshura që pasoi ishte ajo që më në fund theu qetësinë e Marinës. Ajo mbaroi se hequri pjatat në heshtje, por kur po largohej nga tavolina, Khalil e thiri përsëri. Ti, tha ai në anglisht, pa përdorur emrin e saj. Sillni ëmbëlsirën. Çfarë lloj ëmbëlsire do të dëshironit, zotëri? Pyeti Marina, duke u përpjekur ta mbante zërin të qëndrueshëm. Çfarëdo? Duhet të keni ndonjë ëmbëlsirë lokale që të paktën është e ngrënshme. Përgjigja u tha me të njëjtin ton përbuzës të dikujt që diskuton diçka krejtësisht të parëndësishme. Marina tundi kokën dhe u drejtua për në kuzhinë, por po ndjente diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh, një zemërim të thellë dhe të kontrolluar që vinte jo vetëm nga poshtërimet personale, por nga të gjitha herët që kishte parë njerëz si Khalil t'i trajtonin shqiptarët si qytetarë të dorës së dytë. Kur u kthye me menun e ëmbëlsirave, 4 burrat ishin përfshirë në një diskutim më intensiv. Marina ju afrua tavolinës dhe priti një pauzë në bisedë për të ofruar opsionet, por Khalil as nuk e shikoi. Mund të zgjidhni çfarëdo, tha ai mos përfillshëm. Jam i sigurt se janë të gjitha njësoj sidoqoftë. Ishte në atë moment që një nga drejtuesit, ndoshta duke u përpjekur t'i bënte përshtypje shefit, vendosi se do të ishte argëtuese të testonte njohuritë e kamarieres lokale. Ai u kthye nga Marina me një buzëqeshje që nuk i arrinte syt dhe pyeti në arabisht, me tonin e dikujt që bën një shaka të brendshme. A e kupton ti rastësisht se çfarë po flasim, apo duhet të vazhdojmë të shtiremi se je e mençur? Pyetja u pasua nga të qeshura të lehta të drejtuesve të tjerë. Khalil nuk qeshi, por as nuk e qortoi sjelljen e vartësit të tij. Përkundrazi, duke i vagëllisht i interesuar për përgjigjen, sikur të ishte kurioz të shihte se si do të reagonte Marina ndaj një provokimi që ajo teorikisht nuk duhej ta kuptonte. Marina shikoi drejtuesin që kishte bërë pyetjen. Pastaj shikoi Khalilin. Më pas, shikoi 2 burrat e tjerë. Restoranti ishte plot me klient, por në atë moment ajo pati ndjesinë se koha kishte ndalur dhe se gjithçka varri nga ajo që do të bënte më pas. Ajo mund ta injoronte provokimin, siç kishte mësuar të bënte në 2 vitet e fundit. Mund të vazhdonte të shtirej se nuk kuptonte dhe të ruante paqen që i garantonte punën. Mund të ishte punonjësja e padukshme dhe e bindur që të gjithë prisnin të ishte. Ose mund të bënte diçka ndryshe. Marina mori frym thellë dhe, për herë të parë atë mbrëmje, lejoi që një buzëqeshje e sinqertë të shfaqej në fytyrën e saj. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e mirë që do të dëgjoni në jetën tuaj. Marina shikoi drejt e në sy drejtuesin që kishte bërë pyetjen provokuese dhe u përgjigj në arabishte të qartë dhe të rrjedhshme, e kuptoi në mënyrë të përkryer se çfarë po diskutonin. Dhe nëse mund të më lejoni një vërejtje, klauzolat e arbitrazhit që përmendet pak më parë janë teknikisht të vlefshme, por etikisht të diskutueshme, veçanërisht kur aplikohen në tregjet në zhvillim ku asimetria e informacionit favorizon qëllimisht palën e huaj. Heshtja që pasoi ishte absolute.
Katër burrat mbetën plotësisht të palvishëm, sikur dikush të kishte ndalur një film në momentin e saktë. Drejtuesi që kishte bërë provokimin hapi gojen, por asnjë tingull nuk doli. Dy të tjerët dukeshin sikur po përpiqeshin të përpunonin atë që sapo kishin dëgjuar. Khalil al-Rashid, i cili deri atëherë kishte mbajtur një shprehje superioriteti të mërzitur, tani e shikonte Marinën sikur të ishte një shfaqje e mbinatyrshme. Përveç kësaj, vazhdoi Marina, duke kaluar në anglisht por duke ruajtur tonin e qetë dhe profesional, nga sa dëgjova nga biseda juaj. Projekti i infrastrukturës që po analizoni duket se ka probleme serioze strukturore në llogaritjet e kthimit të investimit. Projeksionet e rritjes së popullsisë janë të mbivlerësuara me të paktën 15%, duke marrë parasysh tendencat aktuale demografike të tregut shqiptar. Marina bëri një pauzë, duke vëzhguar shprehjet e habitura të katër burrave. Për herë të parë atë mbrëmje, ajo kishte vëmendjen e tyre të plotë. Nuk ishte më kamerierja e padukshme që ata mund ta injoronin ose po shtëronin pa u ndëshkuar. Pa pritur, ajo ishte dikush që ata duhej ta merrnin seriozisht. Si ti, filloi Khalil, por zëri i dështoi dhe ju desh të kollitej para se të provonte përsëri. Si e diti për arbitrazhin ndërkombëtar? Pyetja doli me një ton shumë të ndryshëm nga përbuzja që ai kishte përdorur gjatë gjithë mbrëmjes. Kishte befasi të sinqert, por edhe një kujdes të ri, sikur po kuptonte se e kishte nënvlerësuar plotësisht situatën. Marina ndjeu një ndjesi të çuditshme fuqie. Për 2 vjet, ajo ishte fshehur pas uniformës dhe pamjes së një punonjëseje të zakonshme, duke i lejuar njerëzit të supozonin se ajo nuk kishte as arsim, as inteligjencë. Tani, për herë të parë që nga vdekja e prindërve, po përdorte një uri që kishte grumbulluar gjatë viteve. Prindërit e mi punonin me kontrata ndërkombëtare, u përgjigj ajo thjesht. U rrita duke dëgjuar diskutime mbi strukturat e investimeve të huaja. Mësova arabisht nga babai im, i cili ishte përkthyes, dhe ekonomi nga nëna ime, e cila ishte kontabiliste e specializuar në auditimin financiar. Fjalët dolën në mënyrë të natyrshme, pa ngarkesën emocionale që Marina zakonisht ndjente kur fliste për familjen. Në atë moment, kujtimet e prindërve nuk ishin vetëm burim dhimbjeje, por force. Të gjitha njohuritë që ata i kishin transmetuar, me vetdije apo jo, më në fund po përdoreshin. Një nga drejtuesit, burri Bion, që kishte bërë komente pa respekt në arabisht më parë, dukej se po e kishte të vështirë të përpunonte ndryshimin e situatës. Por ti punon si kamariere, tha ai në anglisht, sikur kjo të ishte një kontradikt e pamundur për t'u zgjidhur. Marina e shikoi drejt në sy para se të përgjigjej, dhe ti punon si drejtues, por megjithatë nuk arrite të identifikosh gabimet bazë në projeksionet financiare që po diskutonin. Ndonjëherë, titulli profesional nuk pasqyron saktësisht njohuritë reale të një personi. Përgjigja u tha pa agresivitet, por me një vendosmëri që e bëri të qartë se koha e poshtërimeve falas kishte mbaruar. Drejtuesi u skuq, por nuk arriti të formulonte një përgjigje. Khalil, i cili kishte qëndruar në heshtje gjatë gjithë shkëmbimit, më në fund foli, çfarë lloj gabimesh identifikove në projeksione? Pyetja u bë me një ton krejtësisht të ndryshëm. Nuk kishte më përbuzje apo superioritet. Kishte, për herë të parë, interes të sinqert dhe një dosë respekti që nuk ekzistonte më parë. Marina hezitoi për një moment. Ajo ishte qartësisht jashtë rolit të saj si kamariere dhe e dinte se Roberti, menaxheri, do të tërbojë nëse do të merrte vesh se ajo po diskutonte biznes me klientët në vend që të shërbente ëmbëlsira. Por gjithashtu e dinte se ajo ishte një mundësi unike për të treguar se çfarë ishte e aftë. Mund të jem më specifike, nëse vërtet doni të dëgjoni, tha ajo me kujdes. Por ndoshta nuk është e përshtatshme ta diskutojmë këtë këtu. Khalil shikoi rreth restorantit, sikur të kishte harruar plotësisht se ku ishte. Më pas, bëri një gjest që drejtuesit të ruanin letrat që ishin shpërndar mbi tavolinë. Ke të drejtë. Ky nuk është vendi i duhur. Ai ndaloi për një moment duke peshuar qartë opsionet e tij. A do të punosh këtu nesër mbrëma? Punoj nga e marta deri të shtunën, u përgjigj Marina, pa e ditur mirë se ku po çonte kjo bisedë. Do të doja të flisja me ty më me qetësi. Për projeksionet. Khalil dukej se po i zgjidhte fjalët me kujdes. A do të ishe e gatshme të analizoje disa dokumente? Unë do të kompensoja për kohën, sigurisht. Oferta e kapi Marinën plotësisht në befasi. Gjatë gjithë mbrëmjes, ai burr e kishte trajtuar sikur të ishte pak më shumë se një mobilje e restorantit.
Tani, po i ofronte pagesë për njohuritë e saj profesionale. Çfarë lloj analize, pyeti ajo. Projekti që po diskutonim po has disa pengesa. Konsulentët e mi vendas thonë se gjithçka është perfekte, por unë kam ndjesinë se diçka nuk është në rregull. Nëse ti vërtet merr vesh nga strukturat e investimeve siç duket se merr vesh, ndoshta mund të identifikosh se çfarë po na shpëton. Marina ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Kjo ishte pikërisht lloji i punës që ajo ndërronte të bënte para se gjithçka të shembej në jetën e saj. Ishte mundësia për të përdorur gjithë arsimin që kishte marrë dhe njohuritë që kishte fituar. Nga ana tjetër, ajo gjithashtu e dinte se pranimi do të thoshte të përfshihej me njerëz që kishin treguar një karakter të dyshim. Biseda që kishte dëgjuar për mashtrimin e investitorëve vendas nuk ishte diçka që ajo mund ta injoronte lehtë. Më duhet të mendohem për këtë, tha ajo më në fund. Është një vendim i rëndësishëm. Khalil tundi kokën, sikur e priste atë përgjigje. Sigurisht. Merre kohën që të nevojitet. Ai nxori një kartë vizit nga xhepi i brendshëm i xhaketës dhe ia zgjati Marinës. Numri im është aty. Nëse vendos se je e interesuar, më telefono nesër. Marina mori kartë vizitën dhe e futi në xhepin e përparses, duke ndjerë se letra e vogël përfaqësonte shumë më tepër se sa thjesht informacione kontakti. Ajo përfaqësonte një zgjedhje midis vazhdimit të sigurisë së padukshmërisë ose rrezikimit për t'u kthyer në botën që kishte humbur. Tani, tha Khalil, duke u kthyer në sjelljen e një klienti normal, mund ta shohim këtë menu ëmbëlsirash? Pjesa tjetër e mbrëmjes kaloi në një atmosferë të çuditshme. 4 burrat vazhduan të bisedonin mes tyre, por tani Marina vuri re se ata ulnin zërin sa herë që ajo afrohej, qartësisht të vetëdijshëm se ajo mund të kuptonte çdo fjalë. Khalil nuk bëri më komente përbullse dhe drejtuesit e trajtonin me një mirësjellje të detyruar që nuk ekzistonte më parë. Kur më në fund kërkuan llogarinë dhe u përgatitën të largoheshin nga restoranti, Khalil ju drejtua drejt për drejt Marinës. Faleminderit për shërbimin, tha ai në shqip, me një theks të rënd por të kuptueshëm. Ishte një mbrëmje shumë sqaruese. Pasi ata u larguan, Marina kuptoi se po dridhej lehtë. Adrenalina e konfrontimit kishte kaluar dhe tani ajo kuptonte magnitudën e asaj që kishte ndodhur. Në një mbrëmje të vetme, ajo kishte thyer plotësisht personazhin që kishte ndërtuar në 2 vitet e fundit. Roberti ju afrua ndërsa ajo po pastronte tavolinën 15. Si shkoj me klientin special, pyeti ai, duke ekzaminuar tavolinën për t'u siguruar që gjithçka ishte në rregull. Gjithçka shkoi mirë, u përgjigj Marina, duke vendosur se nuk ishte momenti për të shpjeguar detajet. Ata dukeshin të kënaqur me shërbimin. Roberti tundi kokën, qartësisht i lehtësuar. Shkëlqyeshëm. Klientë si ky mund të bëjnë diferencën për restorantin. Nëse ai bëhet klient i rregullt, mund të ketë edhe një bonus për të gjithë stafin. Ndërsa Roberti largohej, Marina vazhdoi të rregullonte tavolinën, por mendja e saj ishte krejtësisht diku tjetër. Kartë vizita e Khalilit dukej sikur digjej në xhepin e saj, duke i kujtuar vazhdimisht vendimin që do të duhej të merrte. Kur më në fund mbaroi turnin, kishte kaluar mesnata. Marina ndërroi rrobat në dhomën e vogël të veshjes së punonjësve dhe doli nga dera e pasme e restorantit, siç bënte çdo natë. Por këtë herë, në vend që të shkonte drejt në stacionin e autobusit, ajo vendosi të ecte pak nëpër rrugët e zbrasta të qendrës së qytetit. Tirana natën kishte një energji tjetër. Ndërtesat e zyrave ishin të errëta, por dritat e bareve dhe restoranteve ende funksiononin, duke krijuar ishuj të vegjël aktiviteti mes betonit të fjetur. Marina ecte ngadalë, duke organizuar mendimet dhe duke u përpjekur të vendoste se çfarë të bënte. Biseda me Khalilin kishte zgjuar diçka tek ajo që ishte në gjumë prej kohësh. Gjatë 2 viteve që punonte si kamariere, ajo ishte bindur se ky ishte realiteti i saj i ri dhe se ishte më mirë ta pranonte se sa të ëndërronte për atë që mund të kishte qenë. Por tani, pa pritur, një derë ishte hapur drejt botës që ajo kishte humbur. Në të njëjtën kohë, Marina nuk mund të harronte atë që kishte dëgjuar gjatë bisedës në arabisht. Përshkrimi se si ata kishin mashtruar investitor shqiptar më parë nuk i hiqej nga mendja. Nëse ajo pranonte të punonte me Khalilin, do të shoqërohej me njerëz që qartësisht nuk kishin skrupuj kur bëhej fjalë për praktikat e biznesit. Nga ana tjetër, ndoshta pikërisht për këtë arsye duhej të pranonte.
Nëse Khalil vërtet po haste probleme me projektin e tij të investimit dhe nëse konsulentët e tij vendas nuk po ishin të sinqert me të, Marina mund të ishte personi i duhur për të identifikuar se ku ishte problemi. Dhe, kush e di, ndoshta mund të shmangte edhe dëmtimin e shqiptarëve të tjerë. Kur arriti në apartamentin e saj të vogël në blok, Marina bëri diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh, ndezi kompjuterin që e kishte bler të përdorur 2 vjet më parë dhe filloi të kërkonte për Khalil Al-Rashid dhe kompanitë e tij. Ajo që gjeti ishte mbresëlënëse dhe shqetësuese në të njëjtën kohë. Khalil ishte vërtet një nga investitorët më të mëdhenj të huaj në infrastrukturë në Ballkan. Kompanitë e tij ishin të përfshira në projekte miliarda dollarësh në vende të ndryshme të rajonit. Kishte artikuj në revista ekonomike ndërkombëtare që e përshkruanin atë si një vizionar të investimeve në tregjet në zhvillim. Por Marina gjeti gjithashtu disa informacione që e lanë të shqetësuar. Kishte përmendje të paqarta të proceseve gjyqësore në vende të tjera, gjithmonë të zgjidhura përmes marrëveshjeve private që mbanin detajet sekrete. Kishte kritika nga organizata jo qeveritare për ndikimin social të disa prej projekteve të tij. Kishte, kryesisht, një model investimesh që gjeneronin fitime të mëdha për të, por përfitime të diskutueshme për popullsinë lokale. Marina qëndroi zgjuar deri pothuajse në 3 të mëngjesit duke lexuar gjithçka që mundi të gjente për Khalilin dhe kompanitë e tij. Kur më në fund shkoi të flinte, koka e saj ishte plot me shifra, kontrata dhe skenar të mundshëm. E ndërroi për fletë llogaritje që nuk dilnin dhe për zërin e nënës së saj duke i shpjeguar se si të identifikonte klauzolat problematike kontraktuale. Të nesërmen në mëngjes, Marina u zgjua me një qartësi që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Vendimi ishte marrë. Ajo do t'i telefononte Khalilit, por jo për arsyet që ai imagjinonte. Nëse kishte diçka që nuk shkonte me projektin e tij, ajo do të zbulonte se çfarë ishte. Nëse dikush po përpiqej ta mashtronte, ajo do të identifikonte se kush ishte. Dhe nëse, në këtë proces, ajo do të arrinte të mbronte investitorët shqiptar nga praktikat grabitqare, akoma më mirë. Por para se të bënte çdo gjë, Marina e dinte se duhej të përgatitej siç duhet. Gjatë ditëve të ardhshme, ajo do të studionte gjithçka që mundej për tregun shqiptar të infrastrukturës, do të rishikonte njohuritë e saj mbi kontratat ndërkombëtare dhe do të përgatitej për mundësinë e kthimit në botën që kishte lënë pas. Për herë të parë në 2 vjet, Marina u ndje vërtet e gjallë. Njohuritë që ajo kishte fshehur për kaq shumë kohë ishin gati për t'u përdorur përsëri. Dhe këtë herë, ajo do t'i përdorte jo vetëm për të mbijetuar, por për të bërë një ndryshim. Telefoni ra në fillim të pasdites. Ishte Roberti, duke e njoftuar se Khalil Al-Rashid kishte telefonuar në restoran duke pyetur nëse Marina do të punonte atë natë. Roberti duke i hutuar nga interesi specifik i klientit për një punonjëse, por Marina thjesht tha se do të fliste me të kur të arrinte në punë. Kur mbylli telefonin, Marina shikoi kartvizitën që ishte mbi tavolinën e apartamentit. Ishte koha t'i telefononte Khalilit dhe t'i jepte përgjigjen e saj. Por së pari, ajo duhej të vendoste rregullat e lojës. Marina formoi numrin dhe priti. Kur Khalil u përgjigj, zëri i tij tingëlloi i befasuar, sikur nuk priste vërtet që ajo të telefononte. Pranoj të analizoj dokumentet tuaja, tha Marina pa hyrje. Por me disa kushte. Çfarë lloj kushtesh, pyeti Khalil, dhe Marina mundi të dëgjonte interes të sinqert në zërin e tij. Së pari, ti më paguan siç do të paguaje çdo konsulent profesional. Asnjë favor apo bakshish. Së dyti, nëse zbuloj diçka që nuk shkon, ti më lejon të shpjegoj plotësisht para se të marrësh ndonjë vendim. Së treti, ti më trajton me të njëjtin respekt që do të trajtoje çdo profesionist tjetër që do të punësoje. Pati një pauzë të gjatë në anën tjetër të linjës. Marina priti, duke e ditur se ky ishte një moment vendimtar. Nëse Khalil pranonte kushtet e saj, do të thoshte se ai po e merrte seriozisht si profesioniste. Nëse refuzonte, Marina do ta dinte se ai ende e shihte vetëm si një kamariere që kishte mësuar disa fjalë mbresëlënëse. Pranoj kushtet e tua, tha Khalil më në fund. Kur mund të takohemi? Nesër është dita ime e pushimit. Mund të takohemi gjatë pasdites. Perfekt. Do të dërgoj një shofer të marrë. Nuk ka nevojë. Më jep një adresë dhe unë arri atje vetë. Edhe një pauzë tjetër. Marina e dinte se po vendoste një standard pavarësie që do të ishte i rëndësishëm për çdo marrëdhënie profesionale që mund të zhvillohej mes tyre. Shumë mirë.
Do të ta dërgoj adresën me mesazh. Dhe Marina? Po. Faleminderit që pranove. Kam ndjesinë se ti mund të gjesh përgjigjet që unë i kërkoj prej muajsh. Pasi mbylli telefonin, Marina i lejoi vetes një moment kënaqësie. Vajza që ishte poshtëruar mbrëmjen e kaluar kishte vdekur. Në vend të saj, por i linte profesionistja e re që ajo kishte ëndërruar gjithmonë të bëhej. Dhe këtë herë, askush nuk do ta nënvlerësonte përsëri. Zyra e Khalil Al-Rashid ndodhej në katin e 42 të një prej ndërtesave më impozante në qendër të Tiranës. Marina arriti saktësisht në orën 2 pasdite, e veshur me të vetmin kostum zyrtar që kishte, një bluzë të bardhë dhe një fund të zi që i kishte bler për intervista pune 2 vjet më parë. Nuk ishte saktësisht garderoba e një konsulenteje ndërkombëtare, por kjo ishte ajo që kishte. Recepcionistja, një grua elegante në moshë të mesme, duke i pak e hutuar kur e pa. Qartësisht, njerëzit që vizitonin Khalil Al-Rashid zakonisht arrinin me makina me shofer dhe vishnin rroba që kushtonin më shumë se një pagë minimale. Marina, e cila kishte ardhur me autobus dhe mbante vetëm një dosje të thjeshtë, binte plotësisht në sy nga standardi. Marina gjoni për të takuar zotin Al-Rashid, tha ajo me të njëjtën siguri që kishte përdorur në bisedën telefonike të ditës së mëparshme. Recepcionistja kontrolloi agjendën, qartësisht e befasuar kur konfirmoi se vërtet kishte një takim të planifikuar. Disa minuta më vonë, Marina po shoqërohej përmes një korridori luksos të dekoruar me vepra arti bashkëkohore dhe mobilje që ndoshta kushtonin më shumë se apartamenti i saj i tërë. Khalil e priti në një sallë mbledhjesh me pamje panoramike të qytetit. Ai ishte vetëm, i veshur me një kostum të errët pa kravatë dhe duke më i relaksuar se mbrëmjen e kaluar. Kur Marina hyri, ai u ngrit dhe i bëri shenjë të ulej në tavolinën ovale prej xhami që dominonte ambientin. Faleminderit që erdhe, tha ai, dhe Marina vuri re se toni i superioritetit të mbrëmjes së kaluar ishte zhdukur plotësisht. Mund të ofroj ujë, kafe, diçka? Kafe do të ishte shkëlqyeshëm, u përgjigj Marina, duke u rehatuar në karrige dhe duke vendosur dosjen e saj mbi tavolinë. Khalil shërbeu 2 filxhan kafeje arabe aromatike që ishte përgatitur në një ibrik argjendi. Rituali u bë në heshtje dhe Marina kuptoi se ai po e vlerësonte atë në të njëjtën mënyrë që ajo po e vlerësonte atë. Ishte sikur të dy po përpiqeshin të zbulonin se kush saktësisht ishte në anën tjetër të tavolinës. Para se të fillojmë, tha Khalil më në fund, do të doja të kërkoja ndjesë për sjelljen e mbrëmshme. Nuk ishte e përshtatshme, veçanërisht duke marrë parasysh se ti qartësisht ke kualifikime që ne nuk i njohëm. Ndjesa e kapi Marinën në befasi. Ajo ishte përgatitur për një vazhdim të arrogancës së mbrëmjes së kaluar, por sinqeriteti në zërin e Khalilit duke i vërtetë. E pranoj ndjesën, tha ajo thjesht. Tani, më trego për këtë projekt që po shkakton probleme. Khalil u mbështet në karrige dhe, për herë të parë, Marina pa diçka që nuk priste ta shihte, cenueshmëri. Burri i fuqishëm që dominonte sallat e mbledhjeve dhe lëvizte miliona dollar duke i sinqerisht i shqetësuar. Është një projekt i infrastrukturës portuale në Durrës, filloi ai. Investim fillestar prej 150 milion dollarësh për modernizimin dhe zgjerimin e kapacitetit të lëvizjes së kontejnerëve. Në letër, gjithçka duket perfekte. Projekcionet tregojnë kthim të investimit në 5 vjet me rritje të qëndrueshme pas kësaj. Marina mbajti shënime ndërsa ai fliste. Projekti tingëllonte i njohur, ajo kujtonte se kishte lexuar artikuj për nevojën e modernizimit të porteve shqiptare për të ndjekur rritjen e tregtisë ndërkombëtare. Cili është problemi atëherë, pyeti ajo. Gjërat nuk po ecin siç ishte parashikuar. Kemi investuar tashmë 40 milion, por pikat kyçe të progresit nuk po arrihen. Konsulentët e mi vendas thonë se është normale se projektet e kësaj magnitude gjithmonë hasin vonesa fillestare. Por përvoja ime më thotë se diçka nuk është në rregull. Khalil u ngrit dhe shkoi te një raft ku kishte disa dosje të organizuara. U kthye duke mbajtur një pirg të konsiderueshëm dokumentesh. Këto janë të gjitha kontratat, raportet e progresit, fletëllogaritjet financiare dhe korrespondencat që lidhen me projektin. Konsulentët e mi këmbëngulin se gjithçka është në rregull, por ai bëri një pauzë, sikur hezitonte të vazhdonte. Por ti nuk u beson atyre, e plotësoi Marina. Le të themi se kam mësuar të jem i kujdesshëm. Veçanërisht kur përfshihen shumë para. Marina shikoi malin e letrave para saj.
ishte pikërisht lloji i punës që ajo bënte dikur me prindërit, të analizonte kontrata komplekse, të verifikonte konsistencën midis dokumenteve të ndryshme, të identifikonte pikat e dobta në strukturat financiare. Do të më duen disa orë për t'i rishikuar të gjitha këto siç duhet, tha ajo. A ke ndonjë afat specifik? Merre kohën që të nevojitet. Por sa më shpejt, aq më mirë. Nesër kam një takim me konsulentët për të vendosur nëse do të bëjmë këstin tjetër të investimin. Marina filloi me kontratat kryesore. Shpejt kuptoi se dokumentacioni ishte i organizuar në mënyrë profesionale, me të gjitha vulat dhe nënshkrimet e nevojshme. Në pamje të parë, gjithçka dukej në rregull. Por ndërsa thellohej në detaje, mospërputhje të vogla filluan të shfaqeshin. Projekcionet e rritjes së lëvizjes së ngarkesave bazoheshin në të dhëna demografike që nuk përputheshin me statistikat zyrtare që Marina njihte. Kostot e ndërtimit dukeshin shumë të larta për llojin e punimeve të përshkruara. Dhe kishte një sër kontratash dytësore me kompani për të cilat ajo nuk kishte dëgjuar kurrë, pavarësisht njohurive të saj për tregun shqiptar të infrastrukturës. Mund ta përdor kompjuterin tënd për të bërë disa verifikime online? Pyeti ajo pas 2 orësh duke analizuar dokumente. Khalil i tregoi një laptop që ishte mbi një tavolinë anësore. Marina filloi të kërkonte për kompanitë e përmendura në kontratat dytësore. Ajo që zbuloi e la thellësisht të shqetësuar. 3 nga 5 kompanitë e kontraktuara për shërbime të specializuara ishin krijuar në 6 muajt e fundit. Të gjitha kishin të njëjtën adresë të regjistruar, një zyrë e përbashkët në qendër të Tiranës. Pronarët e kompanive ishin persona fizik pa histori profesionale të mëparshme në sektorin e infrastrukturës. Marina u kthye te kontratat dhe filloi të analizonte vlerat e përfshira. Kompanitë fantazm po paguheshin për shërbime konsulence teknike, studime të ndikimit mjedisor dhe mbikëqyrje të punimeve me vlera që arrinin deri në $20 milion në total. Khalil, tha ajo më në fund, pa i hequr syt nga ekrani i kompjuterit, a i njeh personalisht konsulentët e tu vendas? Sa kohë ke që punon me ta? Rreth 1 vit. Mi rekomandoj një partner biznesi të cilit i besoja. Ai ju afrua Marinës duke kuptuar tensionin në zërin e saj. Pse? Gjete diçka? Marina u kthye për ta parë. Shpreha në fytyrën e saj ishte serioze. Gjeta disa gjëra. Dhe asnjëra prej tyre nuk është e mirë për ty për 15 minutat e ardhshme, Marina shpjegoi sistematikisht gjithçka që kishte zbuluar. Kompanitë fantazm, vlerat e fryra, projekcionet e bazuara në të dhëna të rreme, kostot e mbivlerësuara të ndërtimit. Khalil dëgjonte në heshtje, por Marina mund të shihte zemërimin që rritej në sytë e tij ndërsa ajo paraqiste provat. Po thua se konsulentët e mi po më vjedhin, pyeti ai më në fund. Po them se dikush ka krijuar një projekt të përpunuar për të drenuar investimin tënd në mënyrë sistematike. Kompanitë që po marrin pagesat dytësore nuk ekzistonin para se të fillonte ky projekt. Shërbimet për të cilat ti po paguan ose janë të panevojshme ose janë të mbifaturuara nëpër masa absurde. Marina u kthye te dokumentet dhe i tregoi Khalilit një fletë llogaritje që e kishte gjetur në mes të një raporti progresi. Shiko këtë këtu. Ky është një afat kohor real i punimeve, i ndryshëm nga afati kohor zyrtar që ata të kanë paraqitur. Sipas këtij dokumenti, punimet duhet të ishin 70% të përfunduara në këtë moment. Por sipas raporteve zyrtare, ju jeni vetëm në 30%. Khalil mori fletë llogaritjen dhe studioi shifrat. Marina mund të shihte se ai po bënte llogaritje mendore, ndoshta duke vlerësuar se sa para ishin devijuar. Sa, pyeti ai, pa i hequr syt nga letra. Sipas llogaritjeve të mia, rreth $25 milion tashmë janë devijuar përmes kontratave dytësore. Dhe nëse ju miratoni këstin tjetër nesër, 15 milion të tjera do të ndjekin të njëjtën rrugë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Khalil eci deri te dritarja dhe qëndroi duke parë qytetin poshtë. Marina mund të imagjinonte se çfarë po i kalonte nëpër kokë, poshtërimi i të qenit i mashtruar, zemërimi i të pasurit, besim të njerëzit e gabuar, shqetësimi për implikimet financiare. Je e sigurt për këtë? Pyeti ai më në fund. Jam e sigurt për mospërputhjet që kam identifikuar. Për të qenë absolutisht e sigurt për mashtrimin, do të nevojitej një auditim i plot me akses në llogaritë bankare dhe dokumente që ndoshta po mbahen sekrete. Khalil u kthye për ta parë.
Nëse ti ke të drejtë, kjo do të thotë se nuk janë përfshirë vetëm konsulentët e mi. I gjithë projekti ishte një kurth që në fillim. Marina tundi kokën seriozisht. Është e mundur që ata të kenë planifikuar që ti t'i zbuloje problemet vetëm pasi I gjithë investimi fillestar të ishte drenuar. Në atë pikë, ti do të kishe dy opsione, të pranoje humbjen totale ose të vazhdoje të investoje me shpresën për të rikuperuar atë që kishe humbur tashmë. Dhe ndoshta unë do të zgjidhja të vazhdoja të investoja, tha Khalil, duke kuptuar psikologjinë pas mashtrimit. Saktësisht. Është një strategji klasike. Ata të mbërthejnë me suksese të vogla fillestare, pastaj krijojnë probleme që mund të zgjidhen vetëm me më shumë investime, e kështu me radhë derisa të jesh shumë I angazhuar për të hequr dorë. Marina u kthye te dokumentet dhe nxori një kontratë specifike. Por ka diçka edhe më interesante këtu. Shiko këtë klauzol të daljes së parakohshme nga projekti. Khalil lexoi klauzolën që Marina po tregonte. Shpreha e tij u bë edhe më e zymë. Nëse unë anulloj projektin tani, paguaj një gjobë prej $20 milion partnerëve vendas për prishje të kontratës. Dhe mere me mend se kush janë përfituesit e kësaj gjobe. Të njëjtët njerëz që kontrollojnë kompanitë fantazm që po marrin pagesat dytësore. Kuptimi I plot I situatës e goditi Khalilin si një grusht. Nuk ishte thjesht një rast I menaxhimit të keq apo kostove të papritura. Ishte një operacion I përpunuar dhe I koordinuar për të nxjerrë sa më shumë të ishte e mundur nga investimi I tij, pavarësisht nëse ai vazhdonte me projektin apo hiqte dorë. Ata më kanë vënë në një situatë ku unë humbas para sidoqoftë, tha ai ngadalë. Përveç se nëse arrin të provosh mashtrimin dhe të anulosh kontratat për keqbesim. Por kjo do të kërkonte një betejë ligjore të gjatë dhe të kushtueshme, me rezultat të pasigurt. Khalil u ul përsëri në tavolinën e mbledhjeve. Për disa minuta, ai qëndroi në heshtje, duke përpunuar qartësisht të gjitha implikimet e asaj që Marina kishte zbuluar. Pse po më ndihmon? Pyeti ai papritur. Mbrëmti dëgjove kolegët e mi dhe mua duke folur se si kemi mashtruar investitor vendas në projekte të tjera. Pse nuk po më lë thjesht të jem viktime e të njëjtës gjë? Pyetja ishte e drejtë për drejtë dhe e sinqertë, dhe Marina e vlerësoi çiltërsinë. Ajo ja kishte bërë të njëjtën pyetje vetes gjatë gjithë analizës së dokumenteve. Sepse pavarësisht se çfarë keni bërë në vende të tjera, ajo që po ndodh këtu është e gabuar. Dhe sepse nëse këta njerëz arrin të vjedhin $150 milion nga ty, ata do të përdorin të njëjtën skem kundër investitorëve të tjerë. Shqiptar dhe të huaj. Marina bëri një pauzë para se të vazhdonte. Përveç kësaj, ndoshta nëse ti del nga kjo përvojë duke kuptuar se si është të jesh viktimë e praktikave grabitqare, do të mendosh dy herë para se të përdorësh taktika të ngjashme në projekte të tjera. Khalil e shikoi me një shprehje që përziente befasinë dhe diçka që mund të interpretohej si respekt. Po përpiqesh të më japësh një mësim morali ndërsa më shpëton nga vjedhja? Po përpiqem të jem e sinqert për motivet e mia, ti pyete, unë u përgjigja. Një buzëqeshje e vogël u shfaq në fytyrën e Khalilit për herë të parë që kur Marina kishte filluar të paraqiste zbulimet e saj. Ti je një person interesant, Marina Gjoni. Shumica e konsulentëve që unë punsoj më thonë atë që mendojnë se unë dua të dëgjoj. Ti më thua atë që mendon se unë kam nevojë të dëgjoj. Për këtë po më paguan, apo jo? Është e vërtetë. Khalil u ngrit përsëri dhe filloi të ecte nëpër dhomë. Tani duhet të vendos se çfarë të bëj me këto informacione. Takimi I nesërm do të jetë interesant. Marina mblodhi dokumentet që kishte analizuar dhe I organizoi në pirgje të veçanta, prova të parregullsive, kontrata problematike dhe dokumente që dukeshin legjitime. Mund të bëj një sugjerim, tha ajo. Të lutem. Mos zbulo gjithçka që di menjëherë. Nëse I konfronton konsulentët e tu me të gjitha provat, ata mund të mohojnë gjithçka dhe të shkatërrojnë dokumente. Bëj pyetje specifike për pikat problematike dhe shiko se si reagojnë. Lëri të kundërshtojnë veten. Khalil ndaloi se ecuri dhe e shikoi Marinën me vëmendje të ri për të rirë. E ke bërë këtë më parë? Nëna ime bënte auditime financiare. Ajo gjithmonë thoshte se njerëzit e trajtojnë veten kur përpiqen të shpjegojnë mospërputhje që nuk mund të shpjegohen. Nëna jote duket se ka qenë një grua e mençur. Ishte, tha Marina thjesht. Shumë e mençur.
Khalil vuri re ndryshimin në kohën e foljes dhe kuptoi se kishte një histori të dhimbshme pas atij informacioni. Ai nuk insistoi për detaje. A do të ishe e gatshme të merrje pjesë në takim nesër? Pyeti ai. Si konsulentja ime. Jo për të folur, vetëm për të vëzhguar reagimet kur unë të bëj pyetjet që ti sugjerove. Marina mendoi për propozimin. Të merrte pjesë në takim do të thoshte të ekspozoj edhe më shumë, të dilte përfundimisht nga siguria e anonimitetit. Por gjithashtu do të thoshte të kishte shansin të shite nëse dyshimet e saj ishin të sakta dhe, ndoshta, të ndihmonte në ndalimin e vazhdimit të mashtrimit. Në çfarë është takimi? Në 10 të mëngjesit. Këtu. Pranoj. Por me një kusht. Khalil ngriti një vetull, sikur po mësoi me faktin se Marina gjithmonë kishte kushte për propozimet e tij. Nëse provohet se kam të drejtë për mashtrimin dhe nëse ti arrin të ndalosh skemën, unë dua që ti të konsiderosh seriozisht ndryshimin e mënyrës se si bën biznes në vende të tjera. Veçanërisht në Shqipëri. Kushti ishte i guximshëm dhe Marina e dinte këtë. Por nëse do të përfshihej në atë situatë, donte të ishte e sigurt se pjesëmarrja e saj do të rezultonte në diçka pozitive për te mbrojtjes së parave të Khalilit. Khalil qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke peshuar qartë propozimin. Nëse ti ke të drejtë për gjithë këtë, tha ai më në fund, unë premtoj të konsideroj seriozisht sugjerimin tënd. Atëherë shihemi nesër në 10. Marina mblodhi gjërat e saj dhe u drejtua nga dera. Kur po dilte, Khalil e thiri përsëri. Marina. Po. Faleminderit. Jo vetëm për analizën, por për sinqeritetin. Kishte kohë që askush nuk më fliste në këtë mënyrë. Ndoshta sepse shumica e njerëzve që flasin me ty varen nga paratë e tua për të jetuar. Unë kam një punë që më mban pavarësisht se çfarë ndodh këtu. Kur Marina doli nga ndërtesa dhe u kthye në realitetin e qytetit, ndiu një përzierje nervozizmi dhe pritshmërie. Në më pak se 24 orë, ajo kishte rizbuluar një pjesë të vetes që mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Dhe të nesërmen do të zbulonte nëse aftësitë e saj ishin të mjaftueshme për të demaskuar një mashtrim milioner. Ajo që nuk e dinte ishte se takimi i ditës së nesërme do t'ia ndryshonte jetën në një mënyrë që ajo kurrë nuk do ta kishte imagjinuar. Marina arriti në zyrën e Khalilit 15 minuta para orarit të caktuar. Ajo e kishte kaluar gjithë natën duke rishikuar shënimet e saj dhe duke u përgatitur për mundësinë që t'i duhej të përgjigjej pyetjeve teknike gjatë takimit. Kishte veshur të njëjtin kostum zyrtar si ditën e mëparshme, por këtë herë ndihej ndryshe, nuk ishte më një kamariere që shtirej si konsulente, por një profesioniste e vërtet gati për të marrë pjesë në një negociat të nivelit të lartë. Recepcionistja e njohu këtë herë dhe e shoqëroi direkt në sallën e mbledhjeve. Khalil ishte tashmë atje, i veshur me një kostum gri të patëmet dhe me një shprehje që përziente vendosmëri dhe nervozizëm. Kur Marina hyri, ai u ngrit dhe i doli përpara. Fjetë mirë, e pyeti ai, dhe Marina e kuptoi se pyetja nuk ishte thjesht mirësjellje. Khalil dukej sinqerisht i shqetësuar për mirëqenien e saj. Mjaftueshëm, u përgjigj Marina, duke u rehatuar në karrigen që ai i tregoi. Po ti? E kalova natën duke menduar se si ta trajtoja situatën. Sugjerimet e tua të djeshme më ndihmuan të organizoja një strategji. Marina vuri re se kishte një pirg dokumentesh të organizuara mbi tavolinë, ndoshta të njëjtat që ajo i kishte analizuar ditën e mëparshme, por tani të vendosura në mënyrë strategjike. Khalil ishte përgatitur qartë për konfrontimin. Mos haro, tha Marina me zë të ulët, lëri të kundërshtojnë veten. Bëj pyetje për gjëra specifike që ti e di se janë gabim, por mos zbulo se ti tashmë i di përgjigjet. Khalil tundi kokën, por para se të mund të përgjigjej, dera u hap dhe 3 burra hynë në dhomë. Marina i njohu menjëherë si konsulentët që kishin darkuar me Khalilin natën kur gjithçka filloi, por tani i shite me sy krejtësisht të ndryshëm. Udhëheqësi i grupit ishte Fatmir Deda, një burr rreth të 50-tave me flokë të thinjur dhe një buzëqeshje që dukej e ngjitur përgjithmonë në fytyrën e tij. Ai vishte një kostum të shtrenjtë dhe mbante një çantë lëkure që ndoshta kushtonte më shumë se paga mujore e Marinës. Pas tij vinin 2 burra më të rinj, Pali Koka dhe Rikard Leka, të dy me qëndrimin e sigurt të dikujt që ishte mësuar të merrej me shumë para. Khalil, miku im, tha Fatmiri me entuziazëm të tepruar, duke ju drejtuar drejt për drejt mikpritësit dhe duke injoruar plotësisht praninë e Marinës. Si je?
Gati t'i japim vazhdim projektit ton të suksesshëm? Khalil i përshëndeti të tre me një përzemërsi që Marina e dinte se ishte e detyruar, por që duke i bindëse për këdo që nuk e njihte situatën. Fatmir, Pali, Ricard, tha ai, duke treguar karriget në anën tjetër të tavolinës. Para se të fillojmë, do të doja t'ju prezantoja Marina Gjonin, konsulente që kam punësuar për të bërë një rishikim të pavarur të kontratave tona. Reagimi i tre konsulentëve ishte i menjëhershëm dhe zbulues. Fatmiri ndaloi së buzëqeshuri për një fraksion sekonde para se të rikompozonte shprehjen. Pali dhe Ricardi shkëmbyen një shikim të shpejtë, një shikim që Marina e interpretoi si shqetësim të maskuar. Konsulente e pavarur, pyeti Fatmiri, duke e detyruar buzëqeshjen të kthehej në fytyrë. Përse kjo, Khalil? Ne tashmë kemi gjithçka nën kontroll. Ekipi ynë ligjor është i shkëlqyer. Sigurisht që është, tha Khalil me qetësi. Por ti e di se sa i kujdesshëm jam me investime të kësaj magnitude. Marina ka përvojë specifike në strukturat kontraktuale ndërkombëtare. Mendova se do të ishte e dobishme të kishim një perspektivë të ndryshme. Marina qëndroi në heshtje, siç kishte rënë dakord me Khalilin, por vëzhgonte me vëmendje çdo reagim të tre burrave. Fatmiri përpiqej të ruante qetësinë, por ajo mund të shihte tensionin në shpatullat e tij. Pali po luante nervozisht me një stilolaps dhe Ricardi nuk pushonte së shikuari dokumentet mbi tavolinë. Sigurisht, tha Fatmiri, duke u përpjekur të tingëllonte rastësor. Gjithmonë është mirë të kesh një opinion të dytë. Megjithse jam i sigurt se Zonjusha do t'i gjejë të gjitha në rregull të përsosur. Mënyra se si ai tha Zonjusha mbante një ton paternalizmi që nuk i shpëtoi Marinës. Ishte e qartë se Fatmiri nuk e merrte seriozisht dhe ndoshta supozonte se ajo ishte thjesht një punonjëse e re e punësuar për të bërë një verifikim sipërfaqësor. Khalil hapi dosjen e parë të dokumenteve dhe vendosi një kontratë mbi tavolinë. Mirë, me që jemi të gjithë këtu, si thua të rishikojmë disa pika specifike? Marina ka identifikuar disa çështje që do të doja t'i sqaroja. Fatmiri u përkul për të ekzaminuar dokumentin, por Marina vuri re se shikimi i tij së pari kërkoi të identifikonte se cila kontratë specifike po diskutohej. Kjo është kontrata me ndërtuesin Delta për punimet e gërmimit të skelës kryesore, tha Khalil. Sipas regjistrimeve tona, ata duhet të kenë përfunduar 60% të punës deri tani. Mund të ma konfirmoni këtë shifër? Pali kontrolloi shpejt një tablet që kishte sjell me vete. Po, kjo është e saktë, tha ai. Delta po e respekton afatin në mënyrë të përsosur. Marina bëri një shënim diskret. Kjo ishte pikërisht gënjeshtra që ajo kishte identifikuar ditën e mëparshme. Sipas afatit real që kishte gjetur, punimet duhet të ishin 70% të përfunduara, jo 60%. Perfekt, tha Khalil. Po kostot? Vlera origjinale ishte $12 milion, apo jo? Sakt, konfirmoi Ricardi. Shkëlqyeshëm. Dhe kompania e konsulencës mjedisore, Green Solutions, cili është statusi i raportit të ndikimit që ata po përgatisin. Këtë herë, Marina pa Fatmirin të hezitonte për një moment para se të përgjigjej. Raporti është pothuajse gati. Duhet të dorëzohet javën e ardhshme. Dhe vlera e kontratës me ta është $3 milion, u përgjigj Pali shpejt. Marina shënoi përsëri. Grand Solutions ishte një nga kompanitë fantazm që ajo kishte identifikuar dhe vlera e kontratës ishte e fryrë me të paktën 200% në krahasim me çmimet e tregut. Khalil vazhdoi të bënte pyetje specifike për aspekte të ndryshme të projektit, gjithmonë në mënyrë rastësore, sikur të ishte thjesht një rishikim rutinë. Por Marina mund të shihte se ai po ndiqte pikërisht strategjinë që kishin diskutuar, duke i lejuar konsulentët të konfirmonin informacione që ai e dinte se ishin të rreme ose problematike. Pas 15 minutash pyetjesh në dukje të pafajshme, Khalil ndryshoi në mënyrë delikate. Një gjë që më intrigon, tha ai, duke u shtirur se po studionte një dokument, është se disa nga këto kompani të kontraktuara duken relativisht të reja në treg. Grand Solutions, për shembull, sa kohë ka që është krijuar? Fatmiri filloi të shfaqte shenja më të qarta shqetësimi. Ata janë një kompani e re, por me profesionistë me përvojë, tha ai. Ndonjëherë është më mirë të punosh me kompani më të vogla dhe më agile sesa me konglomeratet e mëdha. Ka kuptim, ra dakord Khalil. Po Tech Portal Consulting?
Ata po merren me studimet e logjistikës portuale, apo jo? Pikërisht, konfirmoi Ricardi, por Marina vuri re se zëri I tij tingëlloi pak I tensionuar. Cila është adresa e tyre? Do të doja t'i vizitoja personalisht. Pyetja I kapi 3 konsulentët në befasi. Pali dhe Ricardi shkëmbyen përsëri një shikim dhe Fatmirit ju deshën disa sekonda për t'u përgjigjur. Ata punojnë kryesisht në terren, tha Fatmiri më në fund. Besoj se adresa e korporatës është vetëm për korrespondencë. Do të ishte më mirë të caktonim një takim përmes nesh. Marinës ju desh të përmbahej për të mos buzëqeshur. Fatmiri sapo kishte konfirmuar dyshimin e saj se Techport ishte një tjetër kompani fantazm pa strukturë fizike reale. Kuptoj, tha Khalil qetësisht. Dhe më kujtoni, ju lutem, cila është pjesëmarrja juaj në fitimet e kompanive të kontraktuara? Pyetja goditi si rrufe. Fatmiri u zbe dukshëm, pali I rasti lolapsi që po mbante dhe Ricardi filloi të belbëzonte një përgjigje. Pjesëmarrje në fitime, përsëriti Fatmiri. Ne nuk kemi asnjë pjesëmarrje. Janë kontrata të pavarura. Ah, ndoshta jam ngatëruar, tha Khalil, por Marina mund të shite se ai thjesht po shtirej. Është se Marina gjeti disa dokumente që sugjerojnë lidhje midis jush dhe disa prej këtyre kompanive. Ndoshta thjesht një rastësi. Heshtja që pasoi ishte e ngarkuar me tension. Fatmiri përpiqej të ruante qetësinë, por ishte e qartë se po hynte në panik. Pali dhe Ricardi dukeshin si 2 fëmijë që ishin kapur duke bërë diçka të gabuar. Çfarë lloj dokumentesh? Pyeti Fatmiri, duke u përpjekur të tingëllonte rastësor, por duke dështuar plotësisht. Ishte atëherë që Khalil bëri lëvizjen vendimtare. Ai tërhoqi një dosje që e kishte mbajtur të mbyllur deri në atë moment dhe e shpërndau përmbajtjen e saj mbi tavolinë. Ishin kopje të gjitha dokumenteve problematike që Marina kishte identifikuar, regjistrime kompanish, kontrata të fryra, afate kohore kontradiktore. Këto dokumente, tha Khalil qetësisht. Për shembull, këtu është regjistrimi I krijimit të Green Solutions, I datuar 6 muaj më parë. Dhe këtu është adresa e regjistruar, e njëjta për 5 kompani të ndryshme të kontraktuara për projektin ton. Fatmiri shikoi letrat sikur të ishin gjarpërinj helmues gati për ta sulmuar. Dhe këtu, vazhdoi Khalil duke marrë një dokument tjetër, është afati real I punimeve, që tregon se ne duhet të ishim shumë më të avancuar se sa keni raportuar ju. Dhe këtu janë vlerat e tregut për shërbimet që ne po paguajmë, krahasuar me vlerat e kontratave tona. Marina vëzhgonte shprehjet e 3 konsulentëve të ndryshonin nga besimi në nervozizëm, nga nervozizmi në dëshpërim dhe më në fund në diçka që I afrohej terrorit. Khalil, filloi Fatmiri, unë mund të shpjegoj. Të lutem, shpjego, tha Khalil, duke u mbështetur në karrige dhe duke kryqëzuar krahët. Jam I paduruar të dëgjoj. Fatmiri shikoi Palin dhe Ricardin sikur priste ndihmë, por të dy dukeshin se kishin humbur plotësisht aftësinë për të folur. Më në fund, ai provoi një lëvizje të fundit. Shiko, ndoshta disa nga kontratat kanë vlera pak mbi tregun, por kjo është normale në projekte të shkallës së gjerë. Ka rreziqe të përfshira, afate të ngushta. Pak mbi tregun, e ndërpreu Khalil. Fatmir, ju po faturoni 300% të vlerës së tregut për shërbime që në disa raste as nuk po ofrohen. Akuza e drejt për drejt theu mbrojtjet e fundit të Fatmirit. Ai shikoi rreth dhomës si një kafshë e zënë në kurth, dhe Marina mundi të shihte momentin e saktë kur ai kuptoi se loja kishte mbaruar. Në rregull, tha ai më në fund, zëri I doli si një pëshpërim. Ndoshta kemi optimizuar disa kosto në favorin ton. Por kjo nuk është e pazakontë në këtë fushë biznesi. Optimizuar kosto, përsëriti Khalil ngadalë. Është një mënyrë interesante për të përshkruar mashtrimin. Fjala mashtrim kumbonte në dhomë si një eshtën. Pali filloi të djersinte dukshëm dhe Ricardi dukej se ishte gati të vilte. Nuk ishte mashtrim, tha Fatmiri dëshpërimisht. Ishte thjesht maksimizim I mundësive. Ti ke shumë para, ne kemi një uri lokale. Është një shkëmbim I drejtë. Marina më në fund theu heshtjen e saj. Krijimi I kompanive fantazm për të mbifaturuar shërbime të paofruara nuk është maksimizim I mundësive, tha ajo qetësisht. Është krim. Dhe përdorimi I klauzolave kontraktuale grabitqare për të siguruar që klienti të humbas para pavarësisht nëse vazhdon apo anulon projektin është zhvatje.
3 konsulentët e shikuan Marinën sikur ajo të ishte materializuar nga hiçi. Ishte e qartë se ata nuk prisnin që ajo të fliste, e aq më pak të demonstronte njohuri teknike të detajuara mbi praktikat e tyre. Kush je ti? Pyeti Fatmiri, qetësia profesionale e braktisur plotësisht. Jam dikush që merr vesh nga kontratat ndërkombëtare mjaftueshëm për të njohur një mashtrim të përpunuar kur e shoh, u përgjigj Marina. Khalil u ngrit dhe eci deri te dritarja, duke u kthyer me shpinë nga konsulentët. Kur u kthye përsëri, shpreha e tij ishte e ftohtë si akulli. Keni 2 opsione, tha ai. Opsioni i parë, unë ja dorëzoj gjithë këtë dokumentacion policisë së shtetit, së bashku me regjistrimet e sigurisë së këtij takimi ku ju sapo pranuat përfshirjen në praktika mashtruese. Do të kaloni vitet e ardhshme duke u përpjekur të mbroheni në gjykatat shqiptare. Fatmiri hapi gojen për të folur, por Khalil ngriti dorën për ta heshtur. Opsioni i dytë, ju anuloni menjëherë të gjitha kontratat me kompanitë fantazm, ktheni paratë që janë paguar tepër dhe largoheni nga projekti im sot. Në këmbim, unë nuk ju padis penalisht. Heshtja që pasoi zgjati pothuajse 1 minutë të tërë. Marina mund të dëgjonte zhurmën e kondicionerit dhe zhurmën e largët të trafikut jashtë. Fatmiri, Pali dhe Ricardi dukeshin se po peshonin opsionet e tyre, por ishte e qartë se nuk kishin zgjidhje reale. Sa kohë kemi për të kthyer paratë? Pyeti Fatmiri më në fund. 48 orë. Dhe dua të gjithë dokumentacionin origjinal të kontratave mashtruese të dorëzuar këtu nesër. Dhe nëse... Filloi Pali, por nuk arriti ta përfundonte pyetjen. Nëse provoni ndonjë gjë që nuk është bashkëpunim i plot, tha Khalil, do të zbuloni se durimi im ka kufi shumë të qartë. Fatmiri u ngrit ngadalë, i ndjekur nga 2 të tjerët. Ata mblodhën dokumentet e tyre me lëvizje mekanike, si zombi. Një gjë e fundit, tha Khalil kur ata ishin pothuajse të dera. Nëse zbuloj se keni provuar të aplikoni të njëjtën skem të investitorë të tjerë, unë personalisht do të sigurohem që ju të përballeni me pasojat e plota ligjore. Pasi të 3 dolën, heshtja në dhomë ishte pothuajse shurdhuese. Marina kuptoi se po mbante frymën dhe më në fund e lëshoi ngadalë. Mirë, tha Khalil, duke u ulur përsëri, kjo ishte më intensive se sa prisja. Marina qeshi nervozisht. Ti ja dole shumë mirë. Ata e inkriminuan veten plotësisht. Ne ja dolëm mirë, e korrigjoi Khalil. Ti identifikove gjithë mashtrimin dhe ndërhyrja jote finale ishte perfekte. Mënyra se si përshkrove praktikat e tyre ishte shkatëruese. Marina ndjeu një val kënaqësie që nuk e kishte provuar prej vitesh. Për 2 vjet, ajo ishte fshehur pas uniformës së kamarieres, duke u shtirur se ishte më pak e mençur se sa ishte. Tani, sapo kishte përdorur gjithë njohuritë dhe përvojën e saj për të demaskuar një mashtrim prej miliona dollarësh. Çfarë ndodh tani? Pyeti ajo. Tani më duhet të vendos nëse dua të vazhdoj me projektin portual duke përdorur konsulent të ndershëm, apo nëse preferoj të investoj paratë në diçka krejtësisht të ndryshme, u përgjigj Khalil. Por para kësaj duhet të zgjidh një çështje të rëndësishme. Ai u kthye për ta parë drejt për drejt Marinën. Ti sapo shpëtove të paktën 50 milion dollar nga paratë e mia, si mund të kompensoj siç duhet? Marina mendoi për pyetjen. Disa ditë më parë, ajo ishte një kamariere anonime që shërbente tavolina në një restorant të shtrenjtë. Tani, po trajtohej si një konsulente profesionale nga një prej njerëzve më të pasur në Ballkan. Sinqerisht, tha ajo më në fund, nuk e di. E gjithë kjo është shumë e re për mua. Mund të bëj një sugjerim? Pyeti Khalil. Si thua të punosh për mua për gjithmonë? Si konsulente financiare dhe analiste kontratash. Paga do të ishte ndjeshëm më e mirë se ajo që fiton në restoran. Oferta ishte joshëse, më joshëse se sa Marina donte ta pranonte. Por ajo gjithashtu kujtonte bisedën që kishte dëgjuar natën e parë, se si ata kishin mashtruar investitor shqiptar në projekte të tjera. Mund të mendohem për këtë? Pyeti ajo. Sigurisht. Por ndërsa mendon, si thua të më ndihmosh të gjej konsulent të ndershëm për të zëvendësuar treshen që sapo pushuam nga puna? Marina buzëqeshi. Ishte pikërisht lloji i punës që ajo kishte ëndërruar ta bënte para se jeta e saj të ndryshonte plotësisht. Këtë mund ta bëj, tha ajo. Kur doli nga zyra e Khalilit atë pasdite, Marina ecte ndryshe. Nuk ishte më punonjësja e padukshme që përpiqej të kalonte pa u vënë re.
Ishte një profesioniste që kishte provuar vlerën e saj në mënyrën më dramatike të mundshme. Dhe për herë të parë në 2 vjet, ajo kishte shpresë se e ardhmja mund të ishte më e mirë se e kaluara. 3 ditë kishin kaluar që nga takimi që kishte ndryshuar gjithçka. Marina ishte kthyer në Villa Dajti për të punuar netët e saj të fundit si kamariere, por gjithçka dukej ndryshe tani. Klientët ishin të njëjtët, ambienti luksos mbetej I pandryshuar, por ajo nuk mund të ndihej më e padukshme. Sa herë që shërbente një tavolinë, mendja e saj përpunonte biseda biznesi, analizonte kontrata të përmendura rastësisht, identifikonte mundësi dhe rreziqe që më parë kalonin pa u vënë re. Roberti e kishte vënë re ndryshimin. Je ndryshe, Marina, I tha ai ndërsa ajo organizonte tavolinat për darë. Më e sigurt. Ka ndodhur diçka? Marina buzëqeshi, por nuk u përgjigj drejt për drejt. Si mund të shpjegonte se kishte demaskuar një mashtrim milioner dhe po konsideronte një ndryshim rrënjësor karriere? Thjesht po mendoj për të ardhmen, tha ajo diplomatikisht. Në të vërtetë, Marina po luftonte me një vendim që dukej I pamundur për t'u marrë. Oferta e Khalilit ishte bujare, një pagë që do t'i trefishonte të ardhurat aktuale, përfitime të shkëlqyera dhe mundësinë për të punuar në llojin e projektit që kishte ëndërruar gjithmonë. Por ajo nuk mund të harronte bisedat që kishte dëgjuar se si ai dhe bashkëpunëtorët e tij kishin mashtruar investitor shqiptar në të kaluarën. Ishte gjatë turnit të saj të enjten mbrëma që gjithçka ndryshoi përsëri. Marina po shërbente një tavolinë pranë hyrjes kur pa një burr të gjatë dhe elegant të bisedonte shkurtimisht me Robertin në recepcion. Burri tregoi diskretisht në drejtim të saj dhe Roberti tundi kokën para se të afrohej. Marina, ka dikush që do të donte të fliste me ty, tha Roberti, duke u dukur pak I hutuar. Thotë se është për një mundësi profesionale. Marina shikoi burrin që priste pranë hyrjes. Ai dukej rreth të 40 pesave, me flokë të errët me disa fije të thinjura dhe vishte një kostum që sugjeronte sukses financiar, por pa mburjen e tepruar që ajo kishte mësuar ta lidhte me disa klientë të pasur. Mund të flas me të tani? Pyeti Marina. Sigurisht. Është një natë e qetë sidoqoftë. Marina ju afrua të panjohurit, I cili e përshëndeti me një buzëqeshje të përzemërt. Marina Gjoni, pyeti ai në shqip me një theks të lehtë që ajo nuk arriti ta identifikonte menjëherë. Po, unë jam. Unë quhem Alessandro Petrov. Jam partner menaxhues I Petrov International Consulting. Do të doja të bisedoja me ju për një mundësi pune, nëse është e mundur. Marina ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Një ofertë e dytë pune në më pak se një javë ishte më shumë se sa ajo kishte imagjinuar ndonjëherë të ishte e mundur. Për çfarë saktësisht? Pyeti ajo me kujdes. Për aftësitë tuaja analitike dhe njohuritë tuaja në strukturat e investimeve ndërkombëtare. Më ka rënë në vesh se ju së fundmi keni identifikuar disa parregullsi në një projekt portual shumë domethënës. Mënyra se si Alessandro përmendi projektin e bëri të qartë se ai e dinte saktësisht se çfarë kishte ndodhur në takimin me Khalilin. Marina pyeti veten se si informacioni kishte arritur tek ai kaq shpejt. Si e morët vesh për këtë? Pyeti ajo. Bota e investimeve ndërkombëtare është më e vogël se sa duket, veçanërisht kur bëhet fjalë për projekte të shkallës së gjerë. Fjala për konsulent kompetent përhapet shpejt. Alessandro bëri një pauzë para se të vazhdonte. Veçanërisht kur këta konsulent arrin të identifikojnë mashtrime që kanë kaluar pa u vënë re nga ekipe të tëra avokatësh dhe auditorësh. Marina shikoi rreth restorantit, e vetëdijshme se ajo bisedë po ndodhte në vendin e saj të punës, me klient pak metra larg. Ky nuk është saktësisht vendi ideal për një bisedë mbi mundësitë profesionale, tha ajo. Ke të drejtë. Si thua të pim një kafe nesër? Mund t'ju shpjegoj propozimin ton me më shumë detaje. Marina pranoi të takojë me Alessandron ditën tjetër, ditën e saj të pushimit javor. Ata u takuan në një kafe diskrete në blok, larg si nga Villa Dajti ashtu edhe nga zyra e Khalilit. Alessandro filloi duke shpjeguar kompaninë e tij. Petrov International ishte një konsulencë butik e specializuar në due diligence për investime të huaja në Ballkan. Ata punonin kryesisht për investitor evropian dhe aziatik që donin të siguroheshin se projektet e tyre në Shqipëri, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut të kryeshin në mënyrë etike dhe transparente. Në thelb, shpjegoi Alessandro, ne punsohemi për të qenë syt dhe veshët e ndershëm të investitorëve që duan të jenë të sigurt se nuk po mashtrohen nga partnerët vendas.
Përshkrimi i punës ishte pikërisht ajo që Marina kishte bërë për Khalilin, por në një shkallë shumë më të madhe dhe në mënyrë sistematike. Pse jeni interesuar për mua? Pyeti Marina. Unë nuk kam përvojë formale në këtë lloj pune. Nuk keni përvojë formale, por sapo keni demonstruar pikërisht aftësitë që ne kërkojmë. Ju identifikuat një mashtrim kompleks në pak orë, kur konsulent me përvojë nuk arritën ta zbulonin për muaj të tërë. Përveç kësaj, ju e njihni tregun shqiptar nga brenda, flisni rrjedhshëm disa gjuhë dhe keni një histori që sugjeron integritet absolut. Alessandro shpjegoi se propozimi përfshinte një pagë bazë më të lartë se sa kishte ofruar Khalil, pjesëmarrje në fitimet e kompanisë dhe mundësinë për të punuar në projekte në të gjithë rajonin. Më e rëndësishmja, kompania kishte një kod etik të rreptë që ndalonte çdo lloj konflikti interesi apo praktike të dyshimit. Ne nuk punojmë për klientë që kanë një histori praktikash grabitqare, tha Alessandro. Reputacioni ynë bazohet në transparencë dhe ndershmëri totale. Oferta ishte mbresëlënëse, por Marina gjithashtu e dinte se vendimet e rëndësishme nuk duhet të merreshin vetëm bazuar në para. Mund të takoj anëtar të tjerë të ekipit tuaj? Të shoh se si punoni në praktik, pyeti ajo. Sigurisht. Në fakt, unë prisja që ju ta bënit këtë pyetje. Tregon pikërisht llojin e kujdesit që ne vlerësojmë. Ata caktuan një vizitë në zyrën e Petrov për të hënën e ardhshme. Gjatë fundjavës, Marina e gjeti veten të ndarë midis dy mundësive që dukej se përcaktonin jo vetëm karrierën e saj, por llojin e personit që ajo donte të ishte. Të hënën në mëngjes, Marina vizitoi zyrën e Petrov International. Ishte më e vogël se ajo e Khalilit, por kishte një ambient profesional dhe mikpritës. Ajo u prezantua me ekipin 8 profesionistë të kombësive të ndryshme, të gjithë me formim të fortë dhe përvojë ndërkombëtare. Ajo që i bëri më shumë përshtypje ishte transparenca me të cilën ata diskutonin projektet e mëparshme, përfshirë rastet ku kishin rekomanduar që klientët të mos investonin për shkak të rreziqeve etike. Funksioni ynë nuk është t'u themi klientëve atë që ata duan të dëgjojnë, shpjegoi një nga analistet e larta, një grua gjermane me emrin Ingrid. Funksioni ynë është të themi të vërtetën, edhe kur është e papërshtatshme. Gjatë vizitës, Marina gjithashtu mësoi se Petrov po punsohej për të rishikuar projekte të tjera të Khalil al-Rashid në vende të ndryshme, si pjesë e një auditi gjithëpërfshirës të kërkuar nga vetë investitorët e fondit që ai menaxhonte. Me sa duket, incidenti me projektin portual ka ngritur disa flamuj të kuq midis partnerëve të tij financiar, shpjegoi Alessandro. Ata duan të jenë të sigurt se praktikat të ngjashme nuk po ndodhin në vende të tjera. Informacioni e bëri Marinën të kuptonte se zbulimi i saj kishte pasur pasoja shumë më të mëdha se sa ajo imagjinonte. Nuk kishte ndërprer vetëm një mashtrim specifik, por kishte nisur një rivlerësim të plotë të praktikave të Khalilit. Të martën, Marina më në fund i telefonoi Khalilit për t'i dhënë përgjigjen e saj mbi ofertën e punës së përhershme. Ata u takuan përsëri në zyrën e tij, por këtë herë atmosfera ishte ndryshe. Khalil dukej më pak i sigurt, më reflektues. Vendose për propozimin tim, e pyeti ai sapo Marina u ul. Vendosa, tha ajo. Por para se të jap përgjigjen time, duhet të tregoj disa gjëra. Marina shpjegoi për ofertën e Petrov International, për auditimin që po kryej në projektet e tij të tjera dhe për kërkimin e saj të ditëve të fundit mbi praktikat e tij të biznesit në vende të tjera. Ti vërtet i ke bërë detyrat e shtëpisë, tha Khalil kur ajo mbaroi. Nuk duke i irrituar, vetëm i lodhur. I bëra. Dhe zbulova se projekti portual nuk ishte një rast i izoluar. Ka pasur probleme të ngjashme në Malë të Zi, Serbi dhe Maqedoninë e Veriut. Gjithmonë e njëjta strategji, partner vendas që mbifaturonin shërbime dhe ndanin fitimet me ty. Khalil qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke parë nga dritarja qytetin poshtë. Ke të drejtë, tha ai më në fund. Dhe e di se nuk mund të përdor justifikimin se të gjithë e bëjnë këtë, ose se kështu funksionon në biznesin ndërkombëtar. Sepse nuk është e vërtetë. Pranimi e befasoi Marinën. Ajo priste mohim ose justifikime, jo një rrëfim të sinqertë. Atëherë pse e bëje? Pyeti ajo. Sepse ishte e lehtë. Sepse mundesha. Sepse kur ke shumë para dhe shumë pushtet, është josh se të mendosh se rregullat normale nuk zbatohen për ty. Khalil u kthye për ta parë drejt për drejt. Por ti më tregove se kjo nuk është e drejtë.
Kur pash se sa shumë të interesonte të mbroje investitorët shqiptar, edhe pse e dije se unë kisha dëmtuar të tjerë në të kaluarën, kuptova se kisha humbur diçka të rëndësishme gjatë rrugës. Marina u prek nga sinqeriteti në zërin e tij, por gjithashtu e dinte se fjalët duhej të shoqëroheshin me veprime. Çfarë synon të bësh për këtë? Pyeti ajo. Tashmë kam filluar. Kam punësuar auditor të pavarur për të rishikuar të gjitha projektet e mia aktive. Kur të gjejmë probleme të ngjashme me projektin portual, do t'i korrigjoj. Dhe kam krijuar një fond për të kompensuar investitorët që janë dëmtuar nga praktikat e dyshimta në të kaluarën. Khalil nxori një dosje dokumentesh nga sirtari i tij dhe ia dha Marinës. Këto janë termat e referencës për fondin e kompensimit. Do të doja që ti t'i rishikoje dhe të më thoje nëse beson se janë të përshtatshme. Marina ekzaminoi dokumentet shpejt. Ishte një fond prej $50 milion i destinuar posaçërisht për të rimbursuar investitorët që ishin dëmtuar nga praktikat grabitqare në projekte të mëparshme. Kjo është shumë më tepër se sa prisja, tha ajo sinqerisht. Është minimumi që mund të bëj. Dhe Marina, dua që ta dish se pavarësisht nëse e pranon ofertën time të punës apo jo, unë do të vazhdoj me këto ndryshime. Ti më dhe një perspektivë që nuk e kisha prej kohësh. Marina mbylli dosjen dhe e vendosi mbi tavolinë. Khalil, unë e vlerësoj ofertën dhe jam sinqerisht e impresionuar me ndryshimet që po zbaton. Por unë do të pranoj pozicionin në Petrov International. Nëse Khalil u zhgënjye, nuk e tregoj. Mund të pyes pse? Sepse mendoj se mund të kem më shumë ndikim duke punuar për të mbrojtur investitorët nga praktikat grabitqare sesa duke punuar për dikë që po përpiqet të korrigjoj praktikat e kaluara. Nuk është asgjë personale, është thjesht një çështje se ku mund të bëj më shumë diferencë. Khalil tundi kokën ngadalë. Është një zgjedhje e mençur. Dhe sinqerisht, pas gjithçkaje që ndodhi, mendoj se ti do të jesh më e dobishme si një zë i pavarur sesa si punonisja ime. Ata u ngritën në të njëjtën kohë dhe për herë të parë që kur ishin takuar, shtrënguan duart si profesionistë të barabartë. Marina, tha Khalil kur ajo po drejtohej nga dera, faleminderit. Për gjithçka. Ti më ktheve diçka që nuk e dija se e kisha humbur. Çfarë ishte? Ndërgjegjen. 3 javë më vonë, Marina ishte ulur në zyrën e saj të re në Petrov International, duke rishikuar kontrata për një projekt energjie të rinovueshme në Malin e Zi. Kur shikonte nga dritarja, mund të shihte ndërtesën ku ndodhej Vila Dajti, por dukej se i përkiste një jetë krejtësisht tjetër. Tavolina e saj ishte e mbuluar me dokumente në 3 gjuhë, kompjuteri i saj tregonte fletëllogaritje komplekse të analizës financiare dhe telefoni i saj binte rregullisht me kërkesa nga klientë ndërkombëtar. Ishte pikërisht lloji i punës që ajo kishte ëndërruar ta bënte para se jeta e saj të shembej 3 vjet më parë. Por ajo që e kënaqte më shumë nuk ishin sfidat intelektuale apo paga ndjeshëm më e mirë. Ishte siguria se puna e saj po mbronte njerëzit nga praktikat grabitqare, duke parandaluar që të tjerët të kalonin në llojin e shfrytëzimit që ajo kishte dëshmuar. Të premten e javës së saj të tretë në Petrov, Marina mori një email të papritur. Ishte nga Khalil, duke e informuar se auditi i projekteve të tij kishte përfunduar dhe se ai kishte identifikuar parregullsi në 6 vende të ndryshme. Fondi i kompensimit ishte aktivizuar dhe po fillonte të rimbursonte investitorët e dëmtuar. Mendova se do të doje ta dije, thoshte emaili, se zbulimi yt në projektin portual përfundoi duke mbrojtur investitor në të gjithë rajonin. Faleminderit përsëri që më ndihmove të gjej rrugën e duhur. Marina u përgjigj shkurtimisht duke e përgëzuar për ndryshimet e zbatuara dhe duke i uruar sukses në projektet e tij të ardhshme. Atë natë, duke ecur për në shtëpi nëpër rrugët e Tiranës, Marina reflektoi mbi ndryshimet dramatike të muajve të fundit. Një muaj më parë, ajo ishte një kamariere anonime që shërbente tavolina dhe përpiqej të ishte e padukshme. Tani ishte një konsulente ndërkombëtare, puna e së cilës kishte ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e investitorëve dhe në zhvillimin etik të projekteve të infrastrukturës. Por ndryshimi më i rëndësishëm nuk ishte profesional, ishte personal. Për herë të parë që nga vdekja e prindërve, Marina ndihej vërtet në kontroll të jetës së saj. Nuk po fshihej më nga ajo që ishte apo duke u shtirur se ishte më pak e aftë se sa ishte në të vërtetë. Njohuritë që prindërit i kishin transmetuar, arsimi që ajo kishte marrë dhe përvojat që kishte grumbulluar gjatë viteve të vështira duke punuar në restorant, të gjitha këto ishin kombinuar për të krijuar një profesioniste unike,
të aftë të shite mundësi dhe rreziqe që të tjerët nuk arrinin të identifikonin. Dhe ndoshta më e rëndësishmja, ajo kishte mësuar se nuk duhej të zgjidhte midis mbijetesës dhe integritetit. Ishte e mundur të ishe e suksesshme profesionalisht pa komprometuar vlerat e tua personale. Kur arriti në apartamentin e saj në blok, të cilin së shpejti do ta linte për t'u zhvendosur në një vend më të madh dhe më të mirë, Marina gjeti një kuti të vogël dhuratë te dera. Brenda kishte një shishe verë franceze shumë të shtrenjtë dhe një kartolinë të thjeshtë, për gruan që më mësoi se respekti nuk mund të kërkohet, vetëm të meritohet. Marina buzëqeshi dhe e ruajti shishen. Një ditë, kur projektet e saj të ishin stabilizuar dhe ajo të ishte e sigurt se kishte përmbushur premtimin e saj për të mbrojtur investitorët nga praktikat grabitqare, ndoshta do të hapte atë verë për të festuar. Për momentin, kishte punë për të bërë. Kontrata për të analizuar, investime për të mbrojtur dhe një të ardhme për të ndërtuar, këtë herë sipas kushteve të saj. Marina Gjoni nuk ishte më një kamariere e padukshme që shërbente tavolina për klient arrogant. Ishte një profesioniste e respektuar që e kishte transformuar dhimbjen e saj në qëllim dhe përvojën e saj të nënvlerësimit në vendosmëri për të mbrojtur të tjerët. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh, kur shikonte në pasqyrë, i pëlqente personi që shite duke e parë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Marinës t'ju ketë prekur thellë në zemër. Historia e saj na kujton se forca e vërtet nuk qëndron te parat apo pushteti, por te guximi për të mbetur me integritet edhe përballë vështirësive. Nëse jeni emocionuar me transformimin e Marinës nga një kamariere e nënvlerësuar në një konsulente të respektuar që përdor dhimbjen e saj për të mbrojtur të tjerët, lini pëlqimin tuaj. Abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni në komente se cili moment ju ka prekur më shumë. Çdo ditë sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor dhe na tregojnë se kur nuk është vonë për të rifilluar kur kemi dinjitetin si udhërrëfyes. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër rrëfim që do të luajë me emocionet tuaja dhe do të tregoj se çdo fund i vështirë mund të jetë fillimi i diçkaje të jashtëzakonshme.